Përshëndetje nga unë Klea Kica dhe mirë se erdhët në Vibe. Sot kemi një bisedë të ndryshe me një figurë të kishës katolike shqiptare. Ai është Mark Pashka. Mark, përshëndetje dhe faleminderit që erdhe. Përshëndetje, shumë kënaqësi që jam mesin tuaj. Faleminderit që pranove. Mersi. Kush është Mark Pashka për te rolit të tij si meshtar? Tashti për ne personalisht, për një meshtar katolik është shumë e vështirë ta ndash Markun nga Dom Marko. Do të thotë gjithë meshtarët katolik kanë këtë parashtesë në dom, do të thotë që tregon identifikimin me atë që bëjnë. Ne nuk jemi profesionistë, domethënë nuk jemi ndoshta si puna një avokatit, si puna një profesioni tjetër që ditën që shkon në shtëpi apo kur mbyll zyren vazhdon jetën e tij private. Një meshtar katolik në radhë para është njeri, duhet të jetë njeri. Jemi të thirrën pikërisht për të jetuar atë formën drejtë duhun të humanizmit, në radhë parë për të paraqit nëpërmjet qenies tonë realitetin e një njeriu të plot, do të thotë Zoti nëse na ka thirrë për me qenë meshtar, nuk do të thotë se nuk do të jemi njerëz. Prandaj do Mark Pashka në mënyrë të veçantë është një njeri, është një qytetar i Republikës së Shqipërisë, edhe është një person i cili ka zgjallë që në jetën e vet jetoj meshtarinë sipas modelit që themi ne sipas modelit të Krishtit. Do të thotë për ne personi i Krishtit është ajo e vërtetë absolute nga e cila marrim forcën edhe frymëzimin për të jetuar 24 orë, 24, 7 ditë të javës, 365 ditë të vitit, pa urar thirrjen e meshtarisë, pra dedikimin e plot ndaj Zotit. Cilat janë sfidat e një meshtari që jo të gjithë njerëzit i shohin? Sfidat e një meshtarit kam përshtypjen në përgjithësi sfidat që çdo njeri në mënyrë të përgjithshme kalon në jetën e tij personale. Pa diskutim pastaj duke u futur edhe në pjesën e dedikimit të tij si meshtar, ka ato sfidat e veta që janë paksa më specifike. Por në radhë parë sfidat e një meshtari janë sfidat e njeriu të thjesht, një njeriu normal, do të thotë shëndeti që është primare, do të thotë edhe neve smuremi, edhe neve kemi dëshirë të jemi mirë, jemi falendërues ndaj Zotit për dhuratën e shëndetit. Sfida e dytë personale janë relacionet e ndryshme që kemi, do të thotë miqësitë, shoqëritë, raportet e ndryshme me familjen, me familjarët, me njerëzit, në mënyrë të veçantë me njerëzit e bashkësisë, të cilët na besohen. Çdo meshtar ka një pikë orientimi atë bashkësinë të cilën shërben, që ne e quajmë ndryshe edhe famullia, do të thotë njerëzit të cilët me to jemi të thirrur për të çuar përpara jetën e krishterë, jetën e bashkësisë nëpërmjet lutjeve, liturgjive dhe meshve. Kjo sigurisht relacioni me to sfida është një sfidë në vetvete, sepse duhet që jo thjesht të transmetojmë në një farë mënyrë diçka njerëzore, por të transmetojmë diçka që përban atë edhe arsyen, kauzën për cilën jemi, do të thotë transmetimin të gjitha atyre vlerave të krishtiane të cilat e zbukurojnë dhe hieshojnë jetën njerëzore. Pa diskutim pastaj sfidat janë edhe nga më të ndryshme, do të thotë sfida sipas kohës, sipas moshës, sipas situatave të ndryshme që njeriu kalon. Thot Kierkegaard, një filozof shumë i madh, që njeriu shpeshherë është edhe fryt i kontekstit në të cilën jeton. Sigurisht, një meshtar në Shqipëri ka sfidat e veta ndryshe për një meshtar që është në Itali, një prifti që është në Amerikë. Prandaj shpeshherë edhe ato sfidat kryesore krijohen apo lindin edhe në sajt e kontekstit në cilin jetojmë. Sot shumë të rinj largohen nga institucionet fetare. Nuk është e vërtetë, domethënë. Ose rinj larg, nuk besojnë. Si e shpjegoni ju këtë? Do të thotë, ka të rinj që rrin larg, pa diskutim, larg institucioneve fetare, por nuk është e vërtetë që është shumë të rinj rrin larg, në sensin që jo vetëm në Shqipëri, por në të gjithë botën, po e referojmë realitetet europiane apo të Amerikës që njoh shumica e njerëzve, shumica të rive në këtë rast, brenda qenies tyre kanë atë dëshirën për të identifikuar, dhe kjo është një fenomen edhe që sipas statistikave të fundit që është në rritje, kanë dëshirën të identifikohen me një institucion fetar ose më saktë kanë dëshirën që të ushqejnë atë raportin me të përtejmen, raportin me Zotin, raportin me transcendentalen, duke gjetë modalitetet e ndryshme. Pa diskutim, modalitetet janë nga më të ndryshmet, format janë nga më të larmishmet, por si parim ekziston fakti që të gjithë të rit edhe të gjithë njerëzit brenda vetes tyre kanë atë dëshirën apo gjurmën e mallët të Zotit, një shenjë për t'u lidhur. Pastaj çfarë emrit ne i japim është diçka tjetër, por në secilin person, në secilin njeri, në faktin e kanonit të tij, qenia njerëzore
ekziston dëshira dhe tendenca për të lidhur me Zotin. Pastaj janë situata të ndryshme në të cilën jeton vendet, mënyrën se si komunitetet fetare bajnë punën, nëse jo japin këtë mundësi ose nuk jo japin. Pa diskutim ka një numër të madh që ndoshta nuk dëshirojnë të identifikohen me institucionet e kultit, kjo patjetër, por kjo nuk do të thotë që janë larg Zotit. Tu ka një diferencë shumë të madhe, sepse ato e kërkojnë. Edhe çdo qenie njerëzore jam i bindur pafundësisht që e kërkon raportin, e kërkon që të ketë një farë relacionit me Zotin. Dhe në këtë aspekt tu është pastaj lind edhe detyra e atyne që në një farë mënyret si puna jeme, po them në këtë rast meshtarëve të Kishës Katolike apo të personave të tjerë që kanë një dedikim jetësor, sepse duhet të sqarojmë diçka që raporti me Zotin, raporti me fen, më shumë se sa një profesion është një mision. Dhe gjithë ato që kanë misionin për të çuar njerëzit tek e vërteta, varet pastaj në mënyrën se si i qasemi. Sigurisht nëse ne qasemi me mënyra ekstremiste, me mënyra radikale, me mënyra të duhuna, sigurisht që edhe vetë personalisht ndoshta jep një figurë të keqe për krishterimin, jep një figurë të keqe për atë çka besoj. Dhe sigurisht kjo i lën njerëzit në një farë mënyrë të figurativisht të porta dhe nuk i lën me hy. Por sigurisht që dëshira dhe tendenca jo vetëm e të rive, po çdo njeriu për të lidhur me Zotin është esenciale, është biologjike, është brenda qenjes njerëzore, sepse të gjithë ne besojmë në fund. Ne jemi këtu sepse kemi besuar se do të takohemi. Të gjithë ne edhe rasti ateista për shembull, ateistat thellë besojnë. Besojnë që nuk besojnë, por brenda tyre e ushqejnë esencën e besimit. Besojnë që nuk ka Zot në rastin ateistave apo në rastin e personave të tjerë. Prandaj ka një raport kjo përgjigje, do të thënë ka një trekant që duhet lidh. Ka trekantin e besimit që ekziston tek secili njeri, ka subjektin ne çfarë ofrojmë për të besuar, këtë rast komunitetet fetare, personat e tjerë dhe pjesa tjetër që është pjesa e kontekstit, pjesa e kontekstit në cilën jetojmë. Nëse ne dim për të ofruar një përgjigje me ato pyetjet, me ato kërkesat, me ato ekzigjencat që në një kontekst caktuar, në rastin tonë si Shqipëria, dëshirojnë që të marrin të rit apo njerëzit e tjerë. A ka më shumë nevojë shoqëria sot për besim apo për udhëzim moral? Po unë besoj se besimi dhe udhëzimi moral janë dy kategori që lidhen thelbësisht njëra me tjetrën, nuk mund të shikojmë të ndam. Sigurisht është në një farë mënyrë kartoline e keqe kur krejt besimi reduktohet vetëm në udhëzime morale. Nuk duhet lejohet, nuk duhet bëhet, nuk ban. Kjo është një diçka jo e drejtë. Ashtu siç është ekstremi tjetër, kur besimi shikohet vetëm si çështje sentimentale, personale, e cila nuk e lën njeriu për me marrë asnjë vendim të caktuar se nuk e influencon njeriu. Ky është ekstremi tjetër. Për shembull, fatkeqësisht jo rrallë kemi raste kur thojmë besoj, por jemi besimtar, por janë super të korruptuar. Jemi besimtar, por shpeshherë nuk e kanë problem se vjavën. Jemi besimtar, por nuk e kanë problem se vrasin. Këto janë gjithato, ky është ekstremi tjetër kur do të thotë besimi nuk të influencon në vendimarrjet tuaja morale. Dhe në këtë aspekt sigurisht kemi nevojë për një përpunim të duhur në të drejtë dhe një raport shëndosh brenda qenies njerëzore mes besimit dhe vlerave morale që një besim ushtron. Duhet kemi kujdes nga shpërfaqjet e besimit vetëm si moralitet ose shpërfaqjet e besimit vetëm si diçka do të thush private, sentimentale që nuk të influencon në jetën e përditshme. Cili duhet të jetë roli i komuniteteve fetare në një kohë me shumë ndarje sociale? Pa diskutim gjitha komunitetet fetare në radhë parë do duhet të kenë atë fjalën profetike të tyre, në sensin që ne nuk jemi, unë refuzoj shpeshherë një formë kategorizimit apo imagjinate që shpeshherë ju bëhet komunitetet fetare si ato që duhet qëndrojnë brenda kishës apo brenda xhamis dhe aty e kanë punën e tyre. Kjo nuk është e drejtë, nuk është e duhur dhe jam i bindur që nuk po flas paktën për krishterimin, nuk qëndron në ADN-n e asaj çfarë është krishterimi. Në këtë rast kisha katolike, kisha krishterimi në vetvete mes shumë detyrave tjera që ka, po themi, për të ushqyer varfrit, për të kujdes për të smurt, për të pas kujdes shtresat e marginalizuar,
për të ushtruar aktivitetin e vet edukativ nëpërmjet shkollave, universiteteve, qerdheve, kopshteve e tjerë nëpërmjet grupeve të familjes, ka edhe detyrën e zonit profetik. Kush është zoni profetik? Zoni profetik është ajo aftësia që një institucion, në këtë rast Kisha Katolike, ka për të denoncuar të gjitha ato fenomene që janë të dëmshme për marrë shoqërinë. Shpeshherë gjendemi edhe përballë disa kritikave që thonë po Kisha nuk duhet merret me politikë momentin që ne kritikojmë një fenomen të caktuar apo disa aspekte negative. Kjo nuk është për të marrë me politikë, sepse në vërtet nuk duhet dhe nuk është detyra e Kishës. Edhe as një komunitet fetar ndoshta të merret me politikë. Por sigurisht kjo nuk nënkupton që një komunitet fetar, në këtë rast Kisha Katolike, mos e ketë, mos e çojë zonin profetik për të denoncuar padrejtësitë, për të denoncuar fenomenet e ndryshme, korrupsionin, për të bërë zoni aty që nuk mund flasin, për të kanë afër aty në shtresave njerëzore të cilat ndoshta nuk e kanë aftësinë objektive për të shpreh e për të mbrojtur interesat e veta, dhe në këtë aspekt roli komunitetit fetar, në këtë rast i Kishës Katolike pa diskutim, në gjithë këtë gamën e gjanë të veprimtarive të tyre, është edhe duhet edhe përfshin edhe zonin profetik të denoncimit. Profeti në Bibel është ai që denoncon, është ai që bëhet zoni i atyre që nuk mund flasin, i atyre që nuk mund dëgjohen. Dhe në këtë aspekt, për të përgjigjur pyetjes tande, roli i komunitetit fetar, roli i një komuniteti fetar, në këtë rast po them për Kishën Katolike, duhet jetë absolutisht si një zonë që vepron e jeton brenda një shoqënie të caktuar, i cili nuk kursehet për t'ju dalë në mbrojtje dhe për t'ju dalë për të kenë avangard për gjithë ato që janë e mira pa mos e shoqërisë. A kemi një krizë besimit të ardhmja në Shqipërisë? Pa diskutim, kjo është një fakt evident. Kemi një krizë besimi duke pa në një farë mënyrë edhe numrin e madh të rive të cilët largohen nga vendi jonë. Fakti që një doktor, një mësues, një avokat preferohet me shku në prandim me bërë një punë manuale, me punu një fabrikë për mos më ndaj në Shqipëni, tregon se de facto kemi një krizë besimit tek ardhmja e Shqipënisë. Në fakt, kjo është një alarm shumë i gjanë, shumë i madh që duhet ta kapin të gjithëve, ku të gjithë jemi përgjegjës. Duke filluar normalisht në mënyrë të parë nga institucionet shtetërore, nga politikbërja, edhe deri tek ne që jemi në një farë mënyrë të prezent në terren nëpërmjet veprimtarive të ndryshme. Kjo unë kujtoj një rast shumë domethënës në 2014-ën, Papa Francesku ka vizituar Shqipërinë, edhe atë ditë në Tiranë kujtoj që Papa tha kam pa një popull të ri, kam pa shumë të ri që më kanë prit në rrugë. Edhe ai sigurisht e kishte fjalën për gjithë ato të ri që pavarësisht besimit katolik ose jo, kishin dalë të gjithë në sheshin Nën Tereza përgjatë rrugës së sheshit Skënderbej, kishin dalë për ta pritë dhe për të marrë pjesë në pritjen e tij dhe kam i mahnitur nga kjo pritje që shumë të ri i kishin ballë e ka qujt në një farë një popull i ri, një popull rinjet. Fatkeqësisht mas 12 vjetëve që jemi nuk është më kështu sepse tashmallën nëpër statistika rezultojmë si një nër vendet me atë plakjen demografike më të madhe duke pas parasysh shumë zona, sidomos rurale janë drejt shpopullimit, shumë shkolla janë drejt mbylljes. Dhe kjo sigurisht reflekton atë që ju thatë për sa i përket një mungesë e besimit, e cila do duhet shikohet, jam i bindur me një emergjencë shumë të madhe të jashtëzakonshme për ta mbyllë e për ta heqë këtë plagë. Çfarë mesazhi do t'u jepje të rinjve shqiptar që jetojnë jashtë vendit? Që jetojnë jashtë vendit. Ndoshta mesazhi jem do t'tingëllojnë pak absurd, sepse edhe nga bisedat jo vetëm me të ri shumë miq që njoh, por shpeshherë duke udhëtuar nëpër Evropë kur takoj ndonjë grup universitar ose kur i pyet a dëshirojnë më u kthy në Shqipëri, përgjigjja 99% tyne është negative, që nuk dëshirojnë të rikthehen më në vendin tonë. Kjo është një plagë shumë e madhe, është një fatkeqësi. Mesazhi jem shumë i qartë është pikërisht që sot një prej akteve më të mëdha patriotike që një shqiptar mund të bëjë nuk është falë Zotit, s'ka nevojë më me luftu, nuk ka nevojë me shku në një luftë, nuk ka nevojë më me tun flamurin, është por pikërisht me ardhmë, me jetu e me ndërtu familje në Shqipëri. Dhe do të thotë ky është një mesazh që unë e jep duke pas parasysh edhe të gjitha ato
vështirësitë e jashtëzakonshme që çdo njeri ka për me ardhur në vendin tonë. Që çdo njeri ka për me zgjidh vendin tonë. Dhe jam i bindur që unë besoj fort që të rit, diaspora në përgjithësi, duke marrë shumë shembuj edhe të popujt tjerë janë ai aktori themelor, për mos më thani vetmi, që mund ta çojnë, mund të japin Shqipërisë atë zhvillimin e duhur për cilin të gjithë ndrojmë edhe dojmë. Prandaj mesazhi jem është kthehuni, jetoni në Shqipëri, kthehuni, ndërtoni familjen tuaj në Shqipëri. Shqipnia ka nevojë shumë për ju, sigurisht më shumë se sa ju keni nevojë për Shqipërinë, pa diskutim, por në një farë mënyrë është vetëm një rrugë, edhe unë besoj që personalisht në një farë mënyrë patriotizmi ose atë dhe dashuria duhet të jetë një ndjenjë që të karakterizojë çdo qytetar shqiptar. Po prandaj janë 55 ditë që protestojnë. 5-6 sa. Sigurisht, në këtë aspekt këto janë protesta që duhet merren seriozisht, duhet vlerësohen edhe nga ato që kanë fatet e vendit në dorë, nuk duhet shikohen vetëm thjesht si një grup që aty në shesh, por duhet të analizohet me shumë kujdes zani tyne, kërkesat e tyne, për çka janë ata aty, kush janë ata që janë aty. Dhe në këtë aspekt besoj që nga të gjithë shtresat kemi nevojë për një dashuri për atë dheun më shumë se sa ndoshta për veten edhe për ato formacione të ndryshme sociale, politike që përbahen. Sigurisht, ndoshta në veç të dikujt tingëllon shumë absurde, pa diskutim, por besoj që kjo është e vetmja recetë. Sepse në jetë duhet zgjedhim, ose të jemi idealist, ose do të jemi pragmatist. Pragmatizmi në vetvete është një, se të thush, një ndjenjë, një sensacion, një zgjallje e cila ndoshta të jep komoditet vetëm për momentin, por nuk ka një jetë gjatësi shumë të madhe në formimin e një shoqërie, në formimin e një shteti. Të gjitha ato vende në të cilat ne na pëlqen me shku me jetu, se jetohet mirë, në Gjermani, në Angli, në vende të ndryshme perëndimore, janë vende të tilla me një standard të lartë jetese, pikërisht sepse janë të formuar nga njerëz të cilët kanë qenë më shumë idealiste se sa pragmatista. Nuk besoj se Winston Churchill apo Margaret Thatcher ka pa interesin e vet personal përpara interesit të popullit. Nuk besoj që Po këtu ndodh dhe kundërta. De Gasperi ose Schuman ose Adenauer, që kanë persona të jashtëzakonshëm që kanë formuar Bashkimin Evropian, kanë pa interesin e vet personal, kanë pa interesin dhe e kanë vlerësuar se interesi më i madh personalit tyne është interesi i bashkësisë, i të gjithëve. Këtu ndodh dhe kundërta. Shqipëria njihet për bashkëtesën fetare. Si mund ta ruajmë këtë vlerë? Pa diskutim, nëse ka një vlerë të jashtëzakonshme e cila do duhet në një farë mënyrë, si thojmë në Shkodër, të ruhet si sytë e ballit, është bashkëtesa fetare, sepse është një traditë. Unë shpeshherë nuk më pëlqen ta quaj bashkëtesë, më pëlqen ta quaj edhe si një vllazëri, sepse ne jetojmë aq mirë bashk në mënyrë shumë natyrale, saqë është një farë mënyrë të takon ne, në radhë parë neve që jemi, më thojza, prijes fetare, dhe se do të quaj kështu që të reduktojmë edhe të zhdukim nga qarkullimi gjitha ato zana, të cilet në fakt e dëmtojnë këtë bashkëtesë fetare, sepse njerëzit jetojnë aq mirë, aq bukur njëri me tjetrin, aq mënyrë natyrale, saqë është një bekim për të mallit Zot. Kjo është gjëja e parë. Gjëja e dytë, të mos harrojmë se shteti shqiptar, formimi i shtetit shqiptar, nëse shkojmë në atë gjenezën e formimit të shtetit shqiptar, është fryt i pikërisht i kësaj bashkëtese, kësaj vllazërie fetare. I mësot Nikol Kaçurri, Haxhi Bebi Dibra, Fannoli, shumë tjerë, tash nuk do të hyj për mi fol të gjithë personalisht. Një pjesë me kanë klerik. Haxhi Bebi Dibra ka qenë kryetari i parë i komunitetit musliman Shqipërisë. Imzot Kaçurri ka qenë një meshtar katolik. Dhe këto e kanë pa pikërisht ajo që thash përpara, kanë qenë aq idealist saqë e kanë ditë se të bashkohesh në diversitet nuk është një varfëri, nuk është një humbje, por është një fitim, një fitore e jashtëzakonshme. Prandaj kjo bashkëtesë e cila
është kaq e madhe, kaq e bekuar, na jep një vlerë të jashtëzakonshme edhe në sytë e ndërkombëtarëve duhet jo vetëm thjesht të rohet duke thënë se sa bukur që jemi ne, shpeshherë krahi politik i pëlqen vazhdimisht për krishtlindje, për bajrame, për Pashkë, i pëlqen që ta përmendin, por të ruhet me hapa konkret në jetën e përditshme. Në radhë të parë duke pas një respekt të jashtëzakonshëm për sa i përket veprimtarisë së komuniteteve fetare, të lirisë së tyre, të autonomisë së tyre, po nga ana tjetër duke qenë edhe shumë vigjilent ne si komunitete fetare për një veprimtari të drejtë ku duhet bazohemi që të predikojmë vetëm atë që është në një farë mënyrë e mira, e vërtetë dhe liria e individit dhe jo të gjitha ata po themi mesazhe apo fjalë që shkaktojnë ndamje. Unë besoj te një postulat që nëse dashuria për Zotin nuk çonte dashuria për tjetrin, për të afërmin, kushdo qoftë ai, kemi kuptuar pak nga logjika hyjnore. Mirë, unë tani kam një pyetje tjetër. A është nga ana fetare, është e lejuar që të martohen ose të krijojnë familje dy persona që besojnë në fe të ndryshme? Personalisht, them drejtën, gjithmonë refuzoj një përgjigje këtyre pyetjeve sepse nuk e konceptoj religionin nga ato që thonë ban apo nuk ban, ç'a lejohet, ç'a nuk lejohet. Kjo më duket një varfrim shumë i madh i besimit në radhë parë, por edhe i dimensionit njerëzor. Ne sigurisht jetojmë në një, edhe falë Zotit që jetojmë në një shoqëri të lirë, jetojmë në një shoqëri ku secili duhet edhe falë Zotit ban atë që njeh edhe atë që ka dëshirë. Pastaj këtu jemi tek ndjenja e dashurisë. Edhe sigurisht është nuk jam askushi që të filloj të vej kufizime se ku lejohet me dashuru e ku nuk lejohet, çka nuk lejohet me dashuru. Do të thotë në një farë mënyrë kjo varet tek vetë njerëzit. Ti ke njerëz të cilët e konsiderojnë besimin, raportin me Zotin si diçka primare në jetën e tyre. E këtyre njerëzve nuk ke nevojë më thonë ç'a lejohet e ç'a nuk lejohet. Ke njerëz të cilët e konsiderojnë besimin fetar si diçka sipërfaqësore. Si diçka që nuk e influencon jetën e tyre. Pastaj to njerëz prapë unë duhet më thonë ç'a më bë, ç'a mos më bë. Do të thotë nuk është detyra e jona. Si rregull e them nuk është detyra jon personale që dalim me këto recetat e gatshme, që çfarë lejohet edhe çfarë nuk lejohet. Unë pa diskutim kam shumë miq, edhe të mi të cilët janë të besimeve të ndryshme fetare, të cilët janë të lidhur në martesë. Kanë familje të lumtur, kanë familje të bekume, kanë familje të bukur. Çfarë do të themi se këto të janë të mallkuar? Absolutisht jo. Prandaj, në këtë raport nuk ekziston një përgjigje po ose jo. Edhe është shumë gabim ta shfaqim ose të krijojmë këtë ndasinë në mes njerëzve duke thënë lejohet apo nuk lejohet. A ka një vlerë që i bashkon të gjithë shqiptarët pavarësisht bindjeve fetare? Pa diskutim nuk ka vetëm një vlerë, ka shumë vlera që shqiptarët i bashkojnë edhe na bajnë përmundni shumë krenar në jetën e tyre personale. Pa diskutim një vlerë që na bashkon është mikpritja. Në Shqipëni thojnë që shtëpia është e Zotit edhe e mikut. Edhe një shqiptar që të jetë mikpritës nuk ka nevojë të jetë katolik as musliman as ortodoks, sepse është mikpritës për nga natyra. Edhe unë personalisht e provoj në jetën time të përditshme që edhe pse jam shtar katolik, në shumë prej familjeve të miqve të mi musliman, domethënë më presin me një bujari, një dashni të jashtëzakonshme. Pa diskutim një prej vlerave të mëdha që na karakterizon si popull është edhe fjala dhanë edhe besa. Edhe pse ndoshta në jetën publike na duket paksa akoma si abstrakte, po unë besoj që brenda jetës, brenda shoqënisë njerëzore ka njerëz të cilët e jetojnë në mënyrë shumë pozitive këtë gjë. Një vlerë që edhe e thave përpara është pikërisht pavarësisht besimeve të ndryshme fetare, është pikërisht kjo bashkëjetesë, kjo vëllazëri fetare. Besoj që nuk jam të thënë diçka që nuk është e prekshme kur shumë familje katolike shkojnë e urojnë ditën e Bajramit tek miqtë e tyre musliman apo janë asjalta. Kjo është një vlerë e jashtëzakonshme.
Nuk është një habi që një vlerë përtej do të thotë diversiteti që na karakterizon është edhe fakti se shqiptari do të thotë pa diskutim në çfarë do lloj situate që të jetë, jam i bindur që kur i kërkohet diçka që të sakrifikojë për familjen, për fëmijët e vet, e ban pa diskutim e pa dallim. Besoj kjo dhe sipas statistikave nuk di që në Europë të ketë një vend tjetër sa Shqipëria ku familjet investojnë në një mënyrë të jashtëzakonshme në edukimin edhe në shkollimin e fëmijëve. Dhe akoma falë Zotit e kemi edhe këtë sensin e familjes shumë të fortë. Këto janë vlera që s'po themi se i kemi vetëm ne, sepse sigurisht janë dikun tjetër, po për ne janë themelore. Do të thotë një shqiptar kur punon nuk punon vetëm për atë kënaqësinë vet, por gjithmonë ka mendimin çka më lan fëmijëve, çka për me trashëguar të fëmijët. Që mu nuk më duket se është diçka që haset në të gjitha vendet e Evropës apo të botës, sepse shpeshherë një pjesë e mirë kanë këtë idenë që shukur, unë kam bërë që fëmijat tani siguroj kushtet e duhura, pastaj fëmijat i japin vetë, mësojnë vetë, jetojnë vetë, 18 vjeç. Punojnë vetë. Pra ka një seri të madhe vlerash të cilat jetojnë edhe punojnë. Cilat janë plagët më të mëdha që shihni sot në familjet shqiptare? Plagë shumë të mëdha. Pa diskutim, besoj është më shumë se evidente ndarja e familjeve e shkaktuar sidomos vitet e fundit prej shpopullimit e emigrimit masiv. Ne gjithë jemi të vetëdijshëm që tashmë një pjesë mirë e gjyshërve, atyre që punuan e sakrifikuan për vite, madje edhe në sistemin komunist, një sistem të tmerrshëm. Fatkeqësisht vitet e fundit të jetës tyre janë duke i bërë vetëm, edhe duke pa shiju në asnjë mënyrë një prej tyre, ose me një kontakt shumë minimal. Kjo është një plagë e jashtëzakonshme, cila shpresojmë në Zotin që të gjendet një formë recete shumë mirë, edhe pse përpjekjet shpeshherë duket se janë shumë minimale ose lajnë për dëshru. Një plagë tjetër jashtëzakonisht shumë e madhe që haset vendi, shoqëria jonë, është plaga varfërisë. Unë shpeshherë me miq këtu në Tiranë apo në Shkodër, gjithmonë ju them provoni me pas se ka Shqipëri edhe përtej bulevardit, ka Shqipëri përtej qyteteve kryesore, edhe pse brenda qyteteve kryesore varfëria gjithnjë duke u përhap. Për shembull, të imagjinosh që shumë pensionistë në një farë mënyrë rrinë me dorë në zemër deri në fundin e muajit duke reduktuar se çka me ble ose çka mos me ble, sepse ju mungojnë të ardhmat. Po ashtu edhe për studentat, ne gjithë e dimë çfarë sakrificet të jashtëzakonshme bëjnë studentat, sidomos studentat që vinë nga rrethet për të arsimuar, për përballuar jetën e tyre në qytete universitare siç janë Tirana, ku niveli i jetesës është shtrenjtë, është shumë e madhe. Dhe në këtë rast mund bim pafund raste ku janë tregues të kësaj varfërie. Pa diskutim një plagë tjetër që shpeshherë flitet pak, por shumë e madhe është edhe dimensioni shëndetësisë, dimensioni shëndetësor. Ne gjithë e dimë situatën dhe gjendjen nëpër spitalet tona. Kjo nuk vjen, duhet ta theksoj, për mungesë të profesionistëve, sepse vërtet kemi mjek të jashtëzakonshëm, kemi mjek të një niveli literalisht evropian, por si më thënë mjek të shkret, kur nuk kanë pajisje, kur nuk kanë medikamente, çfarë duhet presim nga ato. Ne gjithë e dimë që në rastet kur dikush identifikohet me një sëmundje të rëndë, mendimi i parë automatikisht mik diku jashtë, më pa nëse kanë një lidhje në Itali apo në Greqi për me mujt më kuru si duhet. E kjo është një plagë shumë e madhe, sepse domethënë arsimimi, shëndetësia edhe puna janë 3 gjana bazë themelore që duhet me i pas edhe me i zotnu çdo individ. A ka një moment nga misioni juaj si meshtar që nuk e keni harruar? Pa diskutim, ka momente të ndryshme në të cilat ajo bujaria e Zotit na ofron momente të cilat janë pa diskutim të paharrueshme, më falni, për te veprimtarisë së përditshme. Personalisht besoj që vizita e Papa Francesku në Tiranë në 2014 me gjitha të shesh
me portretet e martirëve të atyre që ishin të vramit për shkatun gjatë sistemit komunist të varë në bulevard, ishte një moment i jashtëzakonshëm. Për mu personalisht ka qenë një moment shumë i madh, edhe i paharrueshëm, edhe lumnimi i martirëve të Shqipërisë, 37 martirëve të cilët dhanë jetën për kishën, për Krishtin dhe për Shqipërinë gjatë komunizmit. Por pa diskutim janë edhe momente tjera shumë subjektive të cilat ne i hasim, i takojmë në marrëdhënie personale, në situata të ndryshme jetësore dhe familjare të cilat nuk mund të harrohen lehtë. Po sigurisht mesin gjithmonë në rrafshim shumë private, shumë strikt, sepse nuk kemi, do të themi, atë legitimitetin që të diskutojmë ose që të shpallim, por janë të pafundme. Çfarë ju jep forcë për të vazhduar misionin tuaj çdo ditë? Ndoshta pyetja e drejtë nuk do të ishte çfarë më jep forcë, por kush më jep forcë. Kush të jep forcë? Pa diskutim, forca jame e madhe, kryesore dhe unikale është vetëm për i Zotit, dhe mesazhi ose më saktë simboli i Krishtit, personi i Krishtit, ajo çka Krishti në vetvete erdhi dhe veproi, është imazhi më genial, realiteti më absolut, e vërteta më konkrete dhe forca më unikale në këtë botë që me ecë, me jetu, me vazhdu përpara. Tani dhe për të mbyllje të kësaj bisede, unë do doja shumë nga ana juaj një mesazh për të gjithë të rinjt. Unë dëshiroj që t'ju drejtojmë të gjithë të rive, pavarësisht besimit, pavarësisht vendit, origjinës, por që jetojnë në Shqipëri ose që janë shqiptar, mos hiqni kurrë dorë nga dy realitete jetësore themelore që japin dinjitet njeriut. Mos hiqni dorë kurrë nga liria dhe nga e vërteta. Bëhuni pasionant dhe mos i negocioni kurrë këto dy kushte, lirin dhe të vërtetën. Kur njeriu jeton pa liri, jeton pa dinjitet. Kur njeriu jeton pa të vërtetën, jeton një jetë falso, një jetë e cila herët vonë do të japin zhgënjimin si fryt. Prandaj jeni njerëz të lirë e njerëz të vërtet. Vetëm kështu. Besoj, fuqishëm e jam i bindur që arrihet lumturia. Të falenderoj shumë. Ishte kënaqësi e veçantë që të isha me ju. E ftuara e radhës është një vajzë shumë e bukur. Më e bukur se të shtel në ekran. Ajo ka qenë pjesë e përputhen, ku famën e mori tek një shprehje që ka thënë: "Ndalo bujar." Kemi në studio Angjelën. Shumë faleminderit. Angjela, përshëndetje dhe faleminderit që erdhe. Faleminderit edhe ti. Je shumë e bukur dhe ti. Edhe po, ajo shprehja ndaloje bujar ka bë shumë shumë bum, edhe sinqerisht nuk e prisja se ajo ka qenë një meme që ka dalë kështu pa i pritur fare. Nuk e kishen plan, domethënë që të bësh virale me atë ndaloje bujar. Jo, plus sidomos ishte takimi i parë dhe unë isha shumë emocionuar. Edhe doli e papritur. Do të flasim pastaj për këtë. Tani unë dua të di se kush është Angjela larg kamerave, se ne nuk të njohim ty. Po në fakt të njohim vetëm nga përputhen, se si sillesh me kamerat, por jashtë saj ne nuk e dim se si është Angjela. Po në fakt është e vërtetë edhe nuk aty kur kam qenë përputhen nuk e kam shpreh dot vetëm time siç kam dashur. Kam dashur të thoja shumë gjëra tjera. Edhe se në fakt kam thënë që vin nga Italia, po nuk e kam thënë me çfarë merrem, çfarë kam studiuar, çfarë kam bërë. Edhe në Itali kam studiuar 2 vite për aktrim. Oh, që ke dhe aktore. Po. Edhe kam dashur për herë të merrja me filma, me gjëra kështu, edhe për momentin po merrem me aktrim Turqi, do marr pjesë në ekskluzive kjo? Po, një telenovel, nuk mund ta them. Okej, na rregull. Është shumë suksese. Telenovela, po faleminderit shumë. Edhe jam edhe duke mësuar turqisht, normal. Prandaj edhe përputhen e kam përmend për herë Turqin. Të pëlqen Turqia kështu si qytet? Po, shumë, është vend shumë magjik, shumë s'kam parë ndonjë vend kaq magjik se sa Turqia. Edhe ajri, edhe njerëzit janë shumë janë mikpritës. Shumë mirëpritës vërtet. Po ndonjë turk?
Shikon jetën me ndonjë turk? Sinqerisht, po. Po. Sinqerisht të shofi, kanë traditët si tona edhe kërcimët paka shumë. Pastaj turqit kanë që 500 vite këtu. Po. Edhe po, Ti ke Doria, jetuar, sinqerisht, për sa po. vite ke jetuar në Itali? kam jetuar për 20 vite. Pse u ktheve në Shqipëri? Po, nga momenti që studiova për aktrim, thash pse mos provoj diçka në Shqipëri. Gjuhën e di, paka shumë, pastaj edhe mësoj më mirë se edhe kur dua të shpreh ca gjëra, nuk e di kështu shumë mirë me Nuk je mirë me gramatikën. Jo, po me gramatikën. S'ka problem. Po je shumë e ëmbël kështu. Faleminderit. Ta kanë thënë? Po, ma kanë thonë që jam e ëmbël, po e kam vetë karakterin. Kështu. Se edhe nga që je lindë e rritur atje, mendoj se ato që vinë nga jashtë kanë tjetër kulturë, janë më të ëmbël, më të pafajshëm. Por sa e pafajshme je realisht ti? Po, tani varet, zakonisht jam për herë edukate, pastaj ëmbëlsira është një pjesë e karakterit tim që më përket nuk dua t'i bëj asnjëherë të keq askujt, po normal ka pas edhe momente kur edhe un kam lënduar njerëzit kur kam bërë edhe un gabime. Nuk janë gjithë të pafajshme. Sa e mirë, prapje e mirë. Si do e përshkruaje veten tënde me 3 fjalë? Fjalë, më fal. Fjalë. E ëmbël, ironike, edhe pak crazy. Crazy. Po jam kështu, Mix. pak e çmendur, kështu normalisht, si për shembull si ka dalë ajo batuta e Po. bujarit, unë ashtu e kam. Vetë në fakt edhe familjar tim që ishin për herë se bëj dalliqe pak. Po kjo vjen nga që je ëmbël e mirë, Ndo- edhe kjo çmenduria në thonjza, Po, është e lezetshme. Si ka qenë fëmijëria jote? Fëmëria ime ka qenë shumë e bukur. Në një vend në Itali kam qenë kështu me një vend në mal. Mal? Po, pak shumë mal, ku ishte shumë natyra, pyll gjërat edhe kur isha vogël më thritëshin si, nuk e di si thot në Shqip, cappuccetto rosso, ajo, nuk e di lul kuqja, ndoshta. Lul kuqja? Ajo që ikën me ujkun. Kësul kuqja. Po, kësul kuqja. Edhe nga që mami ime, kur erdhëm në Itali, punonte te patatët. Edhe unë shkoja për herë për cjellë, po isha shumë e vogël, 5-6 vjeçë dhe për cjellë deri atje. Po nga që ishte afër shtëpia, ndaloja për herë me mbledh këto lule shtrydhet e pyllit, të vogla. Edhe ishte një grua italiane që kemi pas aty afër, që kur mami ishte në punë rria për herë te ajo. Komshi? Po, komshi. Edhe kështu që ajo më kishte qepur një kështu si sulkuqja, edhe fiksa ashtu më thrishin për herë, edhe kur kemi bë këto gjërat e këto reqit e Natales, këto gjëra, kështu ka qenë shumë e bukur, se kam përjetuar më shumë në natyrë, me familjen, me kushërit. Do më thënë ke pas një fëmijëri të bukur. Po, pastaj kur u rrita që të bëja shkollë, nuk kemi transferuar me një qytet tjetër më të madh, edhe kështu që nuk e kemi më atë pamjen bukur. Çfarë nduroje të bëheshe kur isha vogël? Po. Kur isha vogël kam dashur për herë të bëhem balerinë, çifti, latino, edhe kur kam qenë vogël e kam bë për 3 vite, pastaj mami ka vendosur të më shkopuste nga kjo, se kishte frikë se mos të më të ndante nga shkolla, nga gjërat kështu. Edhe për mua ka qenë shumë e dhimbshme kjo gjëja, se unë ndjeja veten tim aty. Nga që te shkolla kam qenë e bullizuar për faktin që isha shqiptare. Se aty në Itali ishin shumë raciste, edhe këto kështu ne tuj jo vetëm shqiptarët, edhe arabët, këto tjerë, na vishin me njan. Tani ka ndryshuar pak, po e kam vujt shumë kur kam qenë vogël. Edhe plus se kam qenë për herë e mbyllur, e qetë kështu, edhe kam pas mërë vetëm një shoqe. Edhe prandaj tani kam bërë shumë selektive me njerëzit. Është më mirë të jesh selektive? Po, normal, absolutisht. Edhe me meshkujt, edhe me femrat. Kush ka qenë personi i parë që të kam mbështet, që e ke pas gjithmonë pas vetes? Që më kam mbështet ka qenë për vllai im i vogël. Që Denis ka 18 vjeç.
Edhe ai më ka mbështet për çdo lloj gjëje. Pastaj edhe mami kohët e fundit më ka mbështet për herë. Po mami ime është personi që edhe më ka Kritikuar. edhe më ka kritikuar, edhe më ka ngretur, si i thotë. Mama Ka që gjithmonë, personi, nëse të kritikojnë që ti të bësh më e mira, të jesh më e mira. Normal, po. Po, se është mami më është më e fortë nga unë, ka një karakter shumë të fortë, se ka vujt më shumë gjëra, ka më eksperiencë edhe Ti ke qenë pjesë e përputhen. Po. Pse vendose të futesh në përputhen? Cili ishte qëllimi yt? Nga të erdhi kjo ide që të futesh në një emision të tillë? Na trego pak më shumë rreth kësaj. Po, atëre, sinqerisht, por ty mrena në përputhen, fiks nuk u futa për të gjatë dashurinë e madhe, siç i Për të thonë se gjetë dashurinë. po, normalisht edhe mund të ndodhi që edhe mund ta gjej aty, pse jo nuk ka ndonjë gjë të keqe, po pikërisht kisha qef të dija pak si ishin djemt shqiptar, nga që nuk i njihja se çfarë diferencë kishte nga djemt të rritur në Itali edhe në Shqipëri edhe shqiptar. Si ishin, pastaj si dhe kam pas qef të tyja me një program të bëja pak eksperiencë, të dija a më pëlqej vërtet të jem në për televiziore apo jo. Edhe një shoqe ime më tha, pse se provon, është ky programi, Shqipëri kështu, nuk e dija pak a shumë, se nuk se i kam parë shumë këto përputhen, Big Brother, kështu. Edhe pash pak ca video, ca gjëra, duket interesante, po bër aplikimin, po e bëra kështu, nuk ose e kisha në plan nga muj që do ta bëra. Pastaj mas 2 ditësh më marrën në telefon, bëna pastaj audicionin, më thanë, je shumë e ëmbël, besoj se je për këtë program, këtë janë leje dhe hyna, po fillim të mami kishte pak frikë. Nga që unë jam edhe pak mbyllur kështu, po për mu ka qenë një sfidë e madhe për të sfiduar edhe veten time. Pavarësisht se kam dash të shprej shumë gjëra aty edhe nuk e kam shprej, pastaj kam dash se ka shumë goca që janë si puna ime dhe që dëshirojnë të futen në televizior, që të bëjë ekstrim, që janë shumë të mbyllura ose që besojnë te dashuria dhe njerëzit i thojnë jo, nuk ekziston. Ti beson në dashuri? Po. Po, më besoj shumë te dashuria. Besoj se jam një nga njerëzit më pak që besojnë te dashuria. Por më është gjë shumë e rëndësishme. Edhe doja që t'isha një shembull në përputhën për ca vajza. Që unë ja kam dalë, nuk ose jam si ca vajze tjerë që jam më të shkathën, të folurën ose ti je më e qetë. Po. Edhe një vajzë e qetë ose ëmbël mund të rrinë në televizore çdo një njeri që ka ëndër askush nuk mund t'i thotë jo ti s'mund ta bësh kët. Bravo. Po. Edhe po pastaj si ta thosh edhe për dashurinë se përputhen është i program dashurie, kam dash të shpreh dashurinë time nëpërmes të ekranit. Pavarësisht se kam dash të vazhdoja me Bujarin, po Bujari pastaj iku. Po ishte shumë kështu, çuni mirë, besoj se po të kishte ndejtë mund të kishte vazhduar diçka. Pastaj mas Bujarit u kam prish komplet gjërat pastaj. Fillova të keqësoja më shumë të ndija jo mos i përpara. Pse edhe televizori ka edhe gjërat të veta, stres. Krijove diçka për Bujarin? Ndjenja? Po në të vërtetë në fillim kisha sa ndjenja, sa ishte shumë gentleman, ma kuptonte dhimbjen time që kisha. Ishte shumë i kujdesshëm për mu. Pastaj vendosi që tikte se kishte shumë stres, problemat e Pse nuk e vazhduat këtë që krijuat në përputhje? Unë doja, pastaj ju keq kuptuam për disa gjëra, plus unë jam tipa shumë që ndaloj. Stepesh. Ndaloj e Bujarje ti. Po. Ndaloj fiks Bujarin, ndalova se ai donte gjërat pak më kështu më shpejt. Çfarë donte më shpejt ai? Nuk e besoj që donte që t'ishim një çift direkt, që se thonte unë jam serioze o vërtet, dua diçka me ty, po unë jam tip që
nuk e besoj për 3 ditë, po të më thuash është një gjë normale, edhe se je serioz, prap ti do të m'japësh vepra. Jo Edhe fjalë. ka. Edhe ka normal, ai faktikisht nuk e priti kohën, nuk ngeli çik qefi për ca gjëra, aty për ca gjëra tjera. Për çfarë ju ngeli qefi konkretisht? Batit nga fakti që unë s'kisha besim. Po. Mu ngeli qefi që ai pastaj iku, pse edhe më tha do të pres si jashtë të programit. Unë i thosh jo, ti m'le vetëm program, kështu që tani jo, pastaj shkoputëm pak raport. Ke pas kontakte? Po, në të vërtetë po kemi pas kontaktet, e di që tani po punon me një vend në Sarand. Edhe kash nuk kemi shumë. Do i shkosh në Sarand Shumë të po. vendi ku punon? Nuk e shkova në plazh, sigurisht do shkoj të bëj një xhiro aty ku punon. Ta takoj pse jo. Do me thënë nuk ke më asgjë për bujarin. Jo, besoj se jo. Të ka marrë malli? Pak. Më thej që janë futur në përputhjen të shikoj më shumë si janë djemtë shqiptar, Po. duke qenë se je rrit në Itali. Çfarë ndryshimi vure re nga djemtë e Shqipërisë dhe ato të Italisë? Të them pak kam që pak e zhgënjur në fakt nga djemt shqiptar, se i mendoja më romantik, më të ëmbël, se prindërit e mi më kanë thënë për herë që shqiptarët janë burra tamam për të krijuar familje. Kështu, edhe në fakt, në diferencë me ato në Itali, shqiptarët e dita mbajnë më shumë familjen se sa djemt italianë, se djemt italianë nuk janë shumë fare për lidhje serioze, do shumë kohë, si për shembull 40 vjeç akoma mendojnë se janë vegjël për të krijuar familje, jo kështu, ose jetojnë akoma me mamin, kështu. Djemt shqiptar, ato që janë vërtet, tamam. Edhe si për shembull po të ndahen si çift, prap kujdesen për fëmijët ose për ish gruan, nuk e lejnë vetëm, kurse në Itali më shumë një mendo për veten e vet, kush janë ose kush ishe nuk intereson më pasaj, normalisht nuk janë gjithë kështu. Po. Çfarë mësove nga përputhem ti? Çfarë eksperiencë të dha? Çfarë benefitesh? Më dha edhe gjëra të mira, ishte një eksperiencë shumë e mirë, po më dha edhe gjëra pak të keqe, se në fund të përputhen fillova të kisha ankth nga gjërat, se nga komentet ndjeja shumë në presion, përveç nga komentet edhe nga njerëzit që ishin aty mrena. Se unë jam personi që mund të ri para kamerës vetëm po t'jetë vetja ime. Pastaj mund t'jenë ca njerëz aty mrena, ca konkurrent ose kështu, që shpikin gjëra. Cili ishte mashkulli? Se në vërteta. Cili ishte mashkulli që të pëlqeu përveç bujarit? Që do doje të kishe diçka me të? Qoftë edhe një takim që ta njihe pak më shumë? Sinqerisht kam dashur kur kam qenë më në përputhen, kam dashur të njoh Arnoldin edhe Ekremin. Vetëm se Ekremi ka qenë shok me bujarin, po aju ka rritë në Turqi, kishte një karakter shumë të mirë, këndonte, edhe mu përshtaste shumë për shumë gjëra. Kurse Arnoldi edhe ajo është aktor, edhe e shifja si figurë, si thotë, si eżempjo, si shembull. Si shembull. Nga që ajo është më i hapur, më humorist. Më humorist, pastaj duket edhe nga karakteri që është shumë i mirë, plus kemi bërë edhe ca reklama bashkë, edhe më ka ndihmuar në këtë ambient. Gjë më shumë s'keni pas kur, nuk keni tentuar që të njiheni. Jo, absolutisht jo. Jo, për momentin jo. Një ditë ku i dihet. Nuk i dihet jetës asnjëherë. Nuk i dihet jetës normalisht. Po me vajzat, si ke pas marrëdhëniet? Me vajzat, me ca mirë, me ca tjera më keqme,
Me Vlorën edhe me Esmeraldën i kam pas marrëdhënie pak më të mira, dilshim shpesh për kafe. Po tani kështu. ke shoqërim të njëri nga ato? Po dalim na herë në kafe këtu kur jemi të treja në Tiranë, dalim jo shpesh, po Domethënë i keni relatat e mira. po kurse me vajzat tjera kështu janë vajzat mira, po janë ndryshe nga karakteri. Kush ka qenë më fake aty në përputhjen si nga djemtë dhe vajzat? Më fake tani oddio. Fake nuk e di. Sa ty mund të kemi qenë pak gjithë i qik fake. Po pa, jo Po dihet, pak po. më Pak më shumë. Më shumë se normalja. nuk e di, paka shumë i qik gjithë. Nuk e di ta Po ta çifti, them atëherë i çifti. fix. Më fake. Mhm. I ndrite me Marcelën. Pse fake ato të dy? Pse përpara u ndan, pastaj Pse ti nuk beson se marrëdhënia ka ulje dhe ngritje, ndarje, bashkime? po, sigurisht, po besoj se e kam bë edhe Për loj. qik normal, për loj, për publikun. Edhe unë, sinqerisht edhe unë do e kisha bërë. Me bujarin? Po, sigurisht, po, normal. Ca gjëra edhe i planifikon da bëjmë kështu, da bëjmë ashtu. Nuk janë gjithë gjërat real, po gjithsesi. Edhe mbarova unë pastaj, mas që iku bujari, dola me ca djemë tjerë në përputhen, po nuk u krijova. përshtatja asnjë qik, fare, zero. Edhe fillova pastaj të kisha ankthën nga që kisha edhe punën në Itali, kisha punët në Turqi që duhet të shkoja atja me Sisbon, pastaj kisha punë për puthën, edhe ato doshin që me Sisbon unë të shkoja në programe, edhe mu kanë dash të 2 javë që 3 e qetë se po u çmendja, dilja shumë herë nga përputhen duke qajt jashtë studios, se nuk ose më pëlqe shumë të qaj mrena në studio, edhe se për mu lotët nuk janë dobësi, janë forca një njeriut, normal. Tani si je, shpirtërisht? Tani shpirtërisht jam më mirë, them të drejtën, kur kam dalë nga përputhen u çlirova pak, e mora prap veten time, shkova në Turqi, vazhdova me programët e mia, po komentet negative si i ke përballuar? Komentet njerëzit mund të kenë çdo lloj komenti për mu negativ ose pozitiv, po nuk ose më ofendoj komentet e negative të njerëzve, se unë e di se çfarë njeriu jam, çfarë vlej, çfarë nuk vlej, edhe sidomos kur nuk janë familjarët e mi, nuk më intereson çfarë thënë njerëzit. Pastaj normalisht që nuk ose jam e lumtur 100% kur mboj komentet negativi, po janë ca njerëz që komentojnë pa i ditur gjërat, se mendojnë te ekrani, gjithë gjërat janë, po, shumë sidomos shqiptarët, në diferencë italianëve janë shumë paragjykues. Si për shembull, një mund duket fake edhe nuk është, ose kundërta. Po prapë në komentave nuk i përgjigjem negative. Ti thjesht jep një buzëqeshje. Po, jep një buzëqeshje, i the, okay, faleminderit. Ky është mendimi jot. Trujt Zoti. Gjëra tjera, po kurse po të mprekin një të familje ose një person që dua, aty më dhem më shumë sinqerisht. Normal. Çfarë ke përfituar nga përputhen? Dhe çfarë ka ndryshuar pas daljes tënde nga ai program? Kam përfituar që merrem me reklama jashtë, që njerëzit më njohin pak më shumë, po objektivi im ishte që tu njihja pak më shumë nga njerëzit, edhe ti tregoja njerëzit që ka edhe persona të thjeshta në televizior, jo vetëm skandale dhe gjëra koti, pavarësisht se nuk ja dole 100%.
me Po dihet ajo. pse ka shumë presion televizori edhe prap mundohem të jap këtë njerëzve edhe kam dashur nga që këtu në Shqipëri nuk parabojnë shumë filma ose telenovela kështu dhe kam dashur të jem një nga vajzat e para që të shpreh karakterin edhe dashurisë nëpërmjet filmave dhe do ishte bukur se që edhe Shqipëria të ishte internacionale me filmat si ad esempio si në Turqi. Kush është Arbri o zemra? Kush? Arbri? Arbri. Hë. Nuk e di. Arbri kush? Këtë që unë kam skalet, mi ka bërë djaktoria këto, Arbri. Kjo pas marrëdhënie me Arbrin, kush është Arbri? Arbri nuk e di kush është sinqerisht, nuk njoh ndonjë me emër Arbri. Apo është Bujari ky? Bujari, unë e di që ka emrin vetëm Bujar, se di që ka Arbri. Okej, Bujari, unë pas kam Arbri, thonë, ndoshta ka ngatruar emër. Tash të pyes mos din ajo ndonjë gjë më shumë ose ke bërë ndonjë gjë publike, se unë se kam ndjek përputhen. Ke dalë me ndonjë arbër andaj? Jo, të që di unë jo, me Arbri jo. Su ka marrë mes një Mirë që se thash se do kisha dalë si budallaqe, Bujari pra ashtu. Se pas kam pyetje për Arbrin, po ky është Bujari, ëh? Okej, në rregull, unë e kuptoj që ti ke pasur komente negative, ke pasur komente pozitive, jeta jote ka ndryshuar, ke pas dhe benefite, dhe çdo gjë tjetër. Një gjë që publiku nuk e din, nga që ka dalë aq e fort ajo me ndaloje Bujar. Aty do të ndalem. Kur unë ndal rrugës, më thonë për herën ndaloje Bujar kështu, edhe unë ndaloj në ka ca njerëz, më shumë kalamajt, veçën që më pyesin foto, gjëra kështu, po unë i them të paktën e dini emrin tim të vërtetë? Jo, nuk e di. Veç e ti ndaloje Bujare. Dhe jo, emri im është Si ndihesh ti kur njerëzit të kërkojnë foto? Në fillim unë dija kështu pak e çuditshme se thash, mu po më pyesin foto. Pastaj nga një anë mendoja po më pyesin foto kot pa lidhje. Pastaj nga ana tjetër më bënte qefi se kam parë edhe që në komentet edhe kur më shkruajnë privat, ka shumë vajza edhe djemë që mbështesin, që duan që unë të arrija lartë, e që marrin shembull nga unë për ca gjëra. A ke ndonjë peng? Peng, përputhem po që nuk e kam vazhduar siç kam dashur, unë kam dashur të shpreh më shumë gjëra, po nuk ja dola. Në fakt njerëzit akoma nuk e kam kuptuar pse u kam larguar nga një moment të tjetër nga përputhen. Çfarë do t'i thojë një gjë sot Bujarit? Bujarit? Jo ndaloje Bujar. Baba. Ndaloje Bujar tani, nuk ndalon ai se po punon, po. Por do t'i thoja që ka që një pjesë të rëndësishme të përputhen, që është shumë i mirë, që sigurisht për një kafe do ta takoja, edhe pse jo në një program tjetër. Në një program po? Nuk do ishte, nuk do ta prisje për të krijuar sërish një marrëdhënie? Sinqerisht, besoj se do t'i jepja një mundësi tjetër. Pse jo? Nuk ose kemi pas shumë mundësi me u njoftë si që donte. Tani, e lëm Bujarin, e lëm përputhen, i lëm gjithë gjërat tjerë, të flasim pak për ty. Po, sigurisht. Si je tani? Je në një lidhje, si është zemra jote? E dashuruar, e lënduar, në pritje? Jo, zemra ime në fakt është në pritje, akoma e lënduar edhe e dashuruar, jo, po pres. Princin e kaltër. Po edhe vërtet. Princi i kaltër, çfarë kërkon tek një partner? Si ta shpjegoj, për mua një partner duhet të jetë gjysma ime. Duhet të jetë një mashkull që di të vlerësoj, që të mbështet, që nuk është toksik, edhe
Zakonisht shumë meshkuj nuk duan një femër që merret me televizior, se mendojnë se femrat që janë në televizior nuk janë serioze dhe kjo më ka lënduar shumë herë, po një mashkull që i sigurt nga vetja, din si ta mbështesi femrën edhe di ta çoj për herë nalt e munalt. Edhe nuk pëlqen ato meshkuj që thotë, jo, nuk besoj te dashuria është për dobtit. Jo, dashuria është për njerëzit e fonjë, e fortë, që di të dashurojnë, që ka një shpirt të bardhë dhe edhe të mirë. Pastaj ka edhe njerëz të keq edhe të mirë, po çdo njeri mund të dashurohet. Edhe ata që thonë unë nuk dashurohem kur, vetëm unë besoj se thonë ashtu vetëm se kanë qenë lënduar në më parë. Më para, po. Edhe prandaj thonë ashtu për të mbrojtur veten e tyre. Tani jemi në një janë edhe ato kështu budallën. Tani jemi në pjesën e fundit. Është rubrika që do përgjigjesh për 3 sekonda. Dashuria apo karrierë? Karriera. Zemra apo logjika? Zemra. Instagram apo TikTok? TikTok. Fam apo qetësi? Qetësi. Bjond apo brun? Të dyja. Shqiptar apo i huaj? Shqiptar. Verior jugor? Them të vërtetën nuk e di, pse nuk e di shumë qa diferencë kanë. Të jetosh me vjehrën apo pa vjehrën? Pa vjerën. Pse? Pse çifti ka nevojë për privacy-n e vet. Normal, po vjerat ketë ndaj problem që s'mund ta mbaj veten, ndaj problem me shnet kështu, normalisht që po edhe unë do kujdesja për vjerën time sigurisht. Po kur janë mirë e gjithë gjërat unë mund të jetoj te, si për shembull, te njëjti pallat, shtëpi ose afër, po jo bashkë, në një shtëpi. Jo, Det apo mal? Det. Natë apo ditë? Ditë. Fam apo qetësi? Qetësi. Një fjalë për përputhen. Çuditshme. Një fjalë për bujarin. I lezetshëm. Një fjalë për marsjelën. E shkath. Ndalo bujar apo ta lëm pas? Ndalo bujar dhe ngeli për herë ndaloje bujar. Martes apo karrierë? Martes. Tani unë nga ty dua një mesazh për të gjithë vajzat. Një vajzë në çfarë aspekti? Të gjithë vajzat. Të gjithë vajzat. Që ti je një vajzë që ka ardhur nga jashtë, ti po ndjek ëndrat e tua, ke marr pjesë në një program që paragjykohesh, je gjykuar. Unë atë që i them vajzave është që mos dorëzohen kur për ëndrrat që kanë, edhe mos lejoj që askush t'i thotë që s'mund të bëj diçka. Edhe që do ketë shumë herë ulje edhe ngritje. Po asnjëherë nuk duhet të dorëzohen. Edhe duhet të ecin për herë me zemrën, edhe po gabuan nuk ka gjë se me gabimet ndonjëherë duhet gabosh për t'i kuptuar disa gjërat. Edhe shpresoj shumë që një ditë të bëhem një shembull i mirë për vajzat. Pse mirë? Edhe që ta mirë flas më mirë shqipen. Normalisht. Qa vibe dha emisioni Vibe herë? Pozitiv. Ishe okej? Paka shumë, po isha okej, po kisha pak ankth, se zakonisht kur isha aty para kamerave, si për shembull doja të thoja ndaj gjë, pastaj nuk dija si t'i lidhja mirë ato
Çfarë vibe të dha emisioni Vibe? Ky quhet Vibe me Kleakicën. Ky që jemi tani. Vibe në të dyja. Shumë i mirë vërtet. Një nga vibe-et më të mirë që kam. Sa e mirë je shumë vërtet bukurashe. E them sinqerisht, nuk u ndjeva fare as në siklet. Shumë qetësi, shumë mirë. Angela, të falenderoj që ishe këtu, ndave gjëra shumë të bukura me ne. Ne arritëm të njohim pak, por që ti do jesh gjithmonë e mirë pritur, edhe pasi ta bësh atë filmin në Turqi, të vish prap këtu, se mos më thuash pastaj jo. Do vish prap të na tregosh eksperiencën tënde, të uroj shumë sukses, meriton gjithë të mirat e kësaj bote. Faleminderit shumë. Të falenderoj si më ke mirë pritur. Je shumë e mirë edhe ti, shumë e ëmbël, shumë e thjeshtë. Edhe sigurisht që do vi prap, ndoshta kujdiet edhe me bujarin. Kështu që i bëjmë thirrje edhe bujarit, të mbarojë sezoni, edhe t'ju kem në studio bashkë me Angelan. Po, pse jo. Atëherë kështu erdhi fundi këtij programi, bashkë do të shihemi sërish të hënën në orën 11. Mos harroni të na ndiqni. Miropafshim. Ju pëlqeu kjo video? Atëherë bashkohuni me ne. Na ndiqni në Instagram, Facebook dhe TikTok dhe bëni subscribe në YouTube. Klikoni like dhe share dhe aktivizoni njoftimet për të mos humbur asnjë video të re. Faleminderit për mbështetjen.